Si që shikoni është një ndërtesë tu nuk e dim qa quhet, me thonë drejtë, nuk e dim qa rashtë ti. Sa mund t'jetë kjo? E komentoni ju aty ke video, ha? Ndodhet në mes kalas apo jo? Mes kalas, tip teqeje, nuk e di qa është. Afro pa kameraman shikoj pak brenda. Dhe ka shumë vite që është ndërtuar si kala. Por Noemi da shpjegoj pak çfarë është këtu. Kalaja është pak e vjetër në fakt, po është shumë antike dhe shumë e bukur. Është shumë pak, Noemi një 300 vjeçare. Nuk ka rëndësi sa vjeçare është, rëndësi ka që Na pëlqen. në pëlqen të gjithëve. Bukuria e kalas i jep gjithë gjallëri dhe lumturi gjithë pamjes dhe natyrës. Hajde shikojmë pak këtu. Shijojeni. Do shikoni pra, o njerëz, si ka mundësi, për shembull ky lloj muri është bërë kështu, qa veç me murajër është, për të gjujt nuk është, haj këtu. Shikoj këtu. Vetëm për të marrë ajër. Se si kanë gjujt këtu, valla nuk e di, me thonë drejtën, në armë. Se kjo, Noem, është për dikur ushtarët, fuqin armë këto dhe gjushin, okej? Me armë. Po, se që kanë gjujt? Se di. Ato nuk e di o burri dhe o, po prapë se prapë është shumë i bukur. E shëtish për si kanë luftuar, ne? Rëndësi ka vlera, mjafton vlera. Noem, hajde. Do hypin aty lart pak, me dorën. Do hypin të shikojmë lart tash, me dorën. Këto shkallët kanë kalu, imagjinohen njerëz, Ali Pash te Pelena ka kalu këtu, unë dhe Noemi prapë. Hajde. Pas kanë dalë edhe lulet. Hape dhe lulet. Qa pamje, Noem. Këto që nga mrekulli. Përballë kemi Urën e butrintin. Butrintit. Ati është ura Butrin që ka lënë makina. Së bashku me galanën e butrintit. Mrekullia, si që është mrekulli. Lulet sa po kanë shel. Edhe. Gjë shumë e bukur atë. Shijoni natyrën, shijoni pamjen, ku ka gjë më të bukur si sa natyra. Hajdeni këtu edhe shijojeni.